Përshëndetje, një mesazh të shpejt për temperaturat e larta të verës. Çfarë duhet kemi parasysh? Gjatë verës, temperaturat e larta mund të jenë të rrezikshme për shëndetin, sidomos tek foshnjat, tek të moshurit dhe personat me sëmundje kronike. Ja çfarë duhet kemi parasysh? Së pari, goditja nga i nxehti. Çfarë është? Është një gjendje urgjente kur temperatura trupore rritet mbi 40 gradë dhe trupi nuk mund të ftojë veten, pra nuk eliminon dot nxehtësinë. Kush janë simptomat? Ethe shumë të larta, humbje vetdijes, konfuzion, dhimbje koke, lëkura e thatë dhe e nxehur, mungesë djersitje. Si veprohet? Kërkojë ndihmë urgjente mjekësore 127-ës. Derisa të vijë ndihma, vendosin personin në hije, ftohuni trupin me kompresa të lagura të ftohta dhe jepni lëngje vetëm nëse është i vetëdijshëm, pra koshent. 2. Dehidratimi. Çfarë është? Humbje tepërt e ujit dhe elektrolitëve, kripërve minerale nga trupi për shkak të depsit të smadhje dhe mos rekuperimit të lëngjeve. Simptomat: etje, tharje goje, dobësi, marrje mendsh, urinim i pakët dhe tek disa raste serioze edhe ndjesi konfuzioni, pra mos orientimi i personit. Si trajtohet? Pini shumë lëngje, idealisht me elektrolite, solucion dehidratuese. Në raste të rënda kërkohet ndihmë mjekësore dhe ndiqet në njëjtat rregulla, vendoset në hije në një ambient të ventiluar. Puna e ujit është shumë e rëndësishme për të pasur parasysh edhe një përqindje të tyre. Sipas grup moshave, foshnjat nga 0 deri në 1 vjeç kanë 75 deri në 78% ujë në trupin e tyre. Fëmijët 1 deri në 12 vjeç kanë 65 deri në 70% përqindje ujë. Adoleshentët 60 deri në 65, të rriturit meshkuj 60 deri në 65, të rriturat femra 50 deri në 60 për arsye të sasisë më të madhe të dhjamit, i cili nuk përmban ujë, të moshurit mbi 65, 45 deri në 55% përbërje ujë në organizmin e tyre. Në këtë moshë bie për arsye të humbjes së masës muskulore dhe rritjes së sasisë së dhjamit. Djersitja e tepërt ose raskapitja nga i nxehti. Çfarë është? Gjendje paragoditjes nga i nxehti, ku trupi humbet shumë ujë dhe kripra përmes djersës ose djersitjes. Simptomat: dobësi, këputje, marrje mendsh, të vjella, ethe, lëkurë e ftohtë dhe e lagësht, puls i shpejt sepse mungojnë lëngjet. Si trajtohet? Pushim në hije, pini lëngje, freskoni trupin dhe shmangni aktivitetet fizike të forta. Kur ky sistem dështon temperaturat në temperatura shumë të larta ose lagështi ekstreme, avullimi bëhet i vështirë dhe trupi nuk ftohet mjaftueshëm. Rrezik mbi nxehje, goditje nga i nxehti. Dehidratimi ul prodhimin e djersës, duke rritur rrezikun për komplikacione. Edhe lagështia ka një rol të rëndësishëm, sa më e ulët është lagështia, aq më kollaj është eliminimi i djersës ose i nxehtësisë. Sa më e lartë është ajo, aq më pak dhe aq më vështirë ka organizmi. Pra kur themi është ajri mbytës me lagështirë, me shumë lagështirë. Djegja nga dielli. Çfarë është? Dëmtim i lëkurës nga rrezatimi ultraviolet i diellit. Simptomat: skuqje, dhimbje, enjtje, ndonjëherë edhe fluska. Si trajtohet? Përdorni krem kundër djegjes së diellit, freskoni lëkurën me ujë të ftohtë, pini shumë lëngje dhe evitoni ekspozimin e mëtejshëm në diell. Probleme kardiake me frymarrje të vështirësuar. Çfarë janë? Temperaturat e larta rrisin ngarkesën mbi punën e zemrës dhe të mushkërive, sidomos tek njerëzit me probleme të mëparshme, si diabeti, hipertensioni, sëmundje të mushkërive dhe sëmundje kronike. Simptomat mund të jenë dhimbje gjoksi, marrje mendsh, vështirësi në frymarrje, lodhje ose këputje. Si veprohet? Kërkohet kujdes mjekësor menjëherë në këto raste. Pushim, freskim, me ndjekje të medikamentet të përshkruara dhe vendosje në një ambient të ajrosur. Kaq për këtë herë.